Të dashur shqiptar kërkoi zyrtarisht mbrojtjen nga komuniteti arbëresh. Përse do thoni ju? Kam gjetur arsyen e vërtet përse u përzun arbëreshët nga krahina e Mores. Në krahinën e Mores bëhej tregtia e Mëndafshit. Dhe krimbat e Mëndafshit u sollën nga arbëreshët në perandorinë bizantine. Por kjo është bërë në mënyrë të fshehtë. Janë vjedhur krimbat e Mëndafshit nga kinezët. Kinezët quheshin nga arbreshët Seres. Për arsye që do t'i shqyrtojmë në filma të tjerë. Dhe Ser i thon krimbit të Mëndafshit në greqishtën e lashtë. Tregtia e Mëndafshit ka qenë tregtia që ka mbajtur Bizantin. Perandoria romake u rrëzua, por Bizanti sundoi. Për një arsye madhore, është marrë me tregtinë e Mëndafshit. E gjithë bota europiane përdorte rrobat luksoze nga Mëndafshi, i prodhuar në Bizant, në zonën e Mores, ishte zonë strategjike e Bizantit. Atje kanë banuar arbreshët të paktën që nga shekulli i 4 i erës sonë. Sepse ishte ai moment kur ra perandoria romake, por lulëzoi perandoria bizantine sepse u lidh me Kinën. Tregtia me Kinën e shpëtoi perandorinë e Bizantit. Mëndafshi ka qenë artikulli më i rëndësishëm që shoqëroi ndryshimet nga periudha e sistemit skllavopronar në periudhën industriale të mesjetës. Ne kujtojmë se mesjeta është punimi i tokës, feudalët, jo, absolutisht jo. Mesjeta është krijimi i zejtarive dhe zejtaria e kontrolluar nga shteti i Bizantit ka qenë Mëndafshi. Tani, në gjuhën latine, kur po vdiste, përpara se sa të zhdukej, ekziston fjala për Mëndafshin, është Sericum. Dhe kjo është në gjuhën arbëreshe, dhe jo në gjuhën italiane. Me në frymës thellë. Nuk ekziston kjo fjalë e latinishtes në italisht, po ekziston në arbërisht sepse ata e kanë sjell nga Morea. Në gjuhën greke është emër asnjanës, Serikon. Në gjuhën latine është në rasën kallëzore, Sericum, nga emërorja Sericus. Në gjuhën greke Serikos. Do të thotë si krimbi i Mëndafshit. Dhe kinezët quheshin ata të krimbit të Mëndafshit, Seres. Do ta diskutojmë këtë në një film tjetër, sepse lidhet me qytetin Sirmium. Ju lutem, më përkrahni. I gjithë gadishulli ballkanik është quajtur gadishulli i gjakut, Haemos. Në shqip është Gjakovi, si gjaku. O Zot, o Perëndi në qiell. Serikon nuk është gjetur në asnjë dokument helen, mendohet që është kjo fjalë, por ekziston në gjuhën e zhdukur latine në dokumentat e shekullit të 4. Sericum është në gjuhën arbëreshe. Serm. Për atë Zot, për atë Allah nëse ekziston sot, gjuha arbëreshe është folur në vendin më të rëndësishëm të Bizantit, në krahinën e Manit, që vjen nga fjala shqipe man, i thon Manit. Në Greqi. Me në frymë thellë. Emri i Manit në Greqi nga shqipja përkthehet në gjuhën greke Morea. Ishte pema që ushqente krimbin e Mëndafshit. Prodhonte edhe vera të mira. Kjo është Moreja e arbreshëve dhe arbëreshët do kthehen në more mbas filmave të mi. Do ndodhi një revolucion i papar, si kthimi i izraelitëve
në tokën e shenjtë, do të kthehen arbëreshët dhe çamët në tokat e tyre, por do kthehen kur të bashkohemi të gjithë në bashk, pa Edi Romin, Sali Serbin dhe plehrat e njerëzimit që po na drejtojnë ne. Frenat e pushtetit në Shqipëri duhet i marrin arbëreshët, njerëzit e bardhë. E përsëris, kjo fjalë është vetëm në gjuhën arbëreshe dhe nuk e di njëri absolutisht fare. Është zbuluar krejt rastësisht, kur po kërkoja fjalën mëndafsh që ne kemi marrë, pra, nga gjuha turke. Shqip. O sot. Gjuha e pastë shqipe është folur në more, kam thënë në disa nga filmat e mi. Arbëreshët janë autoktonë. Krahina e Manit është krahina e Manit, e pemës së Manit, që ushqen të krimbat e mëndafshit, që Bizanti i mori fshehurazi nga Kina, pa lejnë e kinezëve. Dhe kështu janë bërë rrobat e perandorëve, aristokratërve, pra kështu filloi lulëzimi mes jetës me mëndafshin. Revolucioni i mëndafshit, mbajeni mend nga unë. Ka lindur në tokën arbëreshe, në more. A e meritoj unë jo çmimin Nobel, more. Unë meritoj një mbrojtje të veçantë nga arbëreshët. Jam udhëheqësi shpirtëror i tyre. Unë kam zbuluar gjuhën arbëreshe. Jevga, juve ju ka ndryshuar identitetin kombëtar, ju ka bërë pelazgë që ishin sklevër në Thesali. Unë ju bëj mbretër, zotër të Manit, pema e mëndafshit. O Zot, a ka Zot, se po pati Zot, çdo arbëresh do bëj diçka sot. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Vafshin në djallë Jevgat, Serbët edhe Jevgo-grekët të gjithë bashk. Roft populli arbëresh, populli i njerëzve të bardhë.